Kjo është sjell në ekran emisionin Personazhe në Fokus me të ftuarin e radhës, intelektualin Bajram Çoku, pensionisti 72 vjeçar, i cili jetën e tij e kaloi mes dashurisë dhe sakrificës për fshatin Gërminj, ku arkeologjia dhe historia ndër vite u bën bashkë për t'i dhënë heroi të fillimeve të viteve 90. Si intelektual e drejtuesi mes të tjerëve i grevës së parë nga data 20 deri në 30 mars të vitit 91 për sistemin e asaj kohe, ku komunizmi ishte në momentet e fundit. Për 5 vite me radhë, ai ka qenë sekretari i Këshillit të Komunës Divjak dhe pjesë e kërkesës së përbashkët me ish kryekomunarin e Divjakës në ato vite, zotin Stavri Zaka, për kthimin e komunës Divjak në bashki dhe njeriu që i solli fshatit të tij Gërmenjit, investime që janë prezente edhe sot, duke na treguar profilin e tij në jetën e përditshme si drejtuese intelektual. Jeta e tij mes qytetarisë e dashurisë për vendlindjen, marrëdhëniet me institucionet, ku spikati fisnikëria e dashamirësia për të marrë në brendësi mbështetjen e familjes e atë çka natyra i ka dhuruar për të shprehur në fokusin e emisionit dashurinë për jetën, kritikat e sotme ndaj politikanëve të çdo aspekti dhe duke shprehur çdo grimc në fokus, mirësinë e çdo banori dhe vërtetësinë e aktualitetit të fshatit në një kodrin, e braktisja e tij për i të rinjve, duke sjellë trishtim në rrugicat me vlerat e arkivuara në shekuj.